Kosova sot rikujton nisjen e bombardimeve të NATO-s kundër forcave të Serbisë më 24 mars 1999. Presidenti i Shteteve të Bashkuara në atë periudhë, Bill Clinton, pasi kishte dhënë urdhër për fillimin e sulmit, kishte mbajtur një fjalim. Ai teksa fliste për gjendjen e Kosovës, theksoi se ky vendim është marrë për të mbrojtur mira njerëz të pafajshëm. Fjalimi i plot. Bashkohësit e mi Amerikanë, sot forcat tona të armatosura u bashkuan me aleatët tanë të NATO-s në sulme ajrore kundër forcave serbe përgjegjëse për brutaliteti në Kosovë. Ne kemi vepruar me vendosmëri për disa arsye. Ne veprojmë për të mbrojtur mira njerëz të pafajshëm në Kosovë nga një ofensivë ushtarake në rritje. Ne veprojmë për të parandaluar një luftë më të gjerë, për të shpërndarë një kuti pluhuri në zemër të Evropës, e cila ka shpërthyer 2 herë më parë në këtë shekull me rezultate katastrofike. Ne veprojmë të qëndrojmë të bashkuar me aleatët tanë për paqe. Duke vepruar tani, po i mbajmë vlerat tona, duke mbrojtur interesat tona dhe duke avancuar shkakun e paqes. Sonte dëshiroj të flas me ju për tragjedinë në Kosovë dhe pse ka rëndësi për Amerikën që ne të punojmë me aleatët tanë për t'i dhënë fund asaj. Së pari më lejonit ju shpjegoj se për çfarë po i përgjigjemi. Kosova është një provincë e Serbisë, në mes të Evropës juglindore dhe rreth 160 milje në lindje të Italisë. Kjo është më pak se distanca midis Washingtonit dhe New Yorkut, dhe vetëm rreth 70 milje në veri të Greqisë. Njerëzit e saj janë kryesisht alban etnik dhe kryesisht musliman. Në 1989, kreu i Serbisë, Slobodan Milošević, i njëjti lider i cili nisi luftrat në Bosnjë dhe Kroaci dhe u zhvendos kundër Slovenisë në dekadën e fundit, e hoqi Kosovën nga autonomia kushtetuese që i pëlqeu popullit, duke mohuar kështu të drejtën e tyre të folur gjuhën e tyre, shkolla formojnë jetën e tyre të përditshme. Për vite të tëra, kosovari luftoi në mënyrë paqësore për t'i kthyer të drejtat e veta. Kur presidenti Milošević i dërgoi trupat dhe policët për t'i shtypur ato, lufta u bë e dhunshme. Vjeshtën e kaluar, diplomacia jon, e mbështetur nga kërcënimi i forcës nga aleanca jon e NATO-s, ndaloi luftimet për pak kohë dhe shpëtoi 10 mijëra njerëz nga ngrirja dhe uria në kodra ku ishin hikur për të shpëtuar jetën e tyre. Dhe muajin e kaluar, me aleatët tanë dhe Rusin, ne propozuam një marrëveshje paqeje për t'i dhënë fund luftimeve. Krerët kosovar nënshkruan atë marrëveshje javën e kaluar, edhe pse nuk ju jep gjithçka që duan, megjithse populli i tyre po vazhdonte të luftonte, ata panë se një paqe e drejtë është më e mirë se një luftë e gjatë dhe e pamposhtur. Krerët serb, nga ana tjetër, refuzuan madje të diskutojnë elementet kryesor të marrëveshjes së paqes. Ndërsa kosovarët po thonin po për paqe, Serbia stacionoi 40.000 trupa në dalle dhe adh Kosovës, në përgatitje për një ofensivë të madhe, dhe në shkelje të qartë të angazhimeve që kishin bërë. Tani ata kanë filluar të lëvizin nga fshat në fshat, duke i sulmuar civilët dhe duke djegur shtëpitë e tyre. Ne kemi parë njerëz të pafajshëm të marrë nga shtëpitë e tyre, të detyruar të bien në gjunjë në pluhur dhe të mbuluar me plumba. Burrat kosovar u tërhoqën nga familjet e tyre, atë therrët e djemtë së bashku, u rreshtuan dhe qelluan me gjak të ftohtë. Kjo nuk është luftë në kuptimin tradicional, është një sulm nga tanket dhe artilleria për një popull shumë të pambrojtur, udhëheqësit e të cilit tashmë kanë ranguar dakord për paqe. Përfundimi i kësaj tragjedie është një domosdoshmëri morale, është edhe një rëndësi për interesat kombëtare të Amerikës. Hidhni një sy këtë harte. Kosova është një vend i vogël, por ajo qëndron në një vijë majore midis Evropës, Azisë dhe lindjes së mesme, në vendin e takimit të islalit dhe degëve vendimore dhe ortodokse të krishterit. Në zug kanë aleatët tanë, Greqia dhe Turqia. Në veri, aleatët tanë të rinj demokratik në Evropën qendrore. Dhe në gjithë Kosovën, ka vende të tjera të vogla, duke luftuar me sfidat e tyre ekonomike dhe politike, vende që mund të përmbysen nga një valë e madhe e refugjatësh nga Kosova. Të gjithë përbërësit për një luftë të madhe janë aty, ankesat e vjetra, demokracitë që luftojnë, dhe mbi të gjitha, një diktator në Serbi, i cili nuk ka bërë asgjë sipas fundit të luftës së ftohtë, por fillon luftra të reja dhe derdh benzinë në flakët e ndarjes etnike dhe fetare. Sarajeva, kryeqyteti i Bosnjës fqinje, është vendi ku filloi lufta e parë botërore. Lufta e dytë botërore dhe Holokausti e përfshin këtë rajon. Në të dy luftrat, Evropa ishte ngadalt për të njohur rreziqet dhe Shtetet e Bashkuara pritën edhe më shumë për të hyrë në konflikte. Imagjinoni nëse liderët në atë kohë kishin vepruar me mençuri dhe në fillim, sa shumë jetë mund t'ishin shpëtuar, sa Amerikanë nuk do të duhej të vdesnin. Mësuam disa mësimet e njëjta në Bosnjë gjithashtu pak vite më parë.
Bota nuk veproi sa herët për të ndaluar atë luftë, dhe mos harroni çfarë ka ndodhur. Njerëz të pafajshëm i futën në kampe, fëmijët u vranë nga snajperët në rrugë në shkollë, fushat e futbollit dhe parqet u shndërruan në varreza. 1/4 e 1000 njerëzve u vranë jo për shkak se diçka që kishin bërë, por për shkak se kush ishin ata. 2 milion bosnjak bën refugjat. Kjo ishte genocid në zemër të Evropës, jo në 1945-ën, por në 1995-ën. Jo në disa lajme të prera nga koha e prindërve dhe gjyshërve tanë, por në kohën tonë, duke sfiduar njerëzimin dhe vendosmërinë tonë. Në atë kohë, shumë njerëz besonin se asgjë nuk mund të bëhej për t'i dhënë fund gagderdhjes në Bosnjë. Ata thonin, po, kështu është asi që janë ata njerëz në Ballkan. Por kur ne dhe aleatët tanë u bashkuan me bosnjakët guximshëm për të qëndruar tek agresorët, ne ndihmuam t'i dhënë fund luftës. Mësuam se në Ballkan, mosveprimi në përballje me brutalitetit thjesht fton brutalitet, por vendosmëria mund të ndalojë ushtrit dhe të shpëtojë jetë. Ne duhet ta zbatojmë këtë mësim në Kosovë, përpara se të ndodhë në Bosnjë, ndodh edhe atje. Gjatë muajve të fundit, kemi bërë gjithçka që mundëm për të zgjidhur këtë problem në mënyrë paqësore. Sekretari Albright ka punuar pa lodhur për një marrëveshje negociuar. Milošević e refuzoi. Të dielën, unë dërgova ambasadorin Dick Holbrooke në Serbi për t'i bërë të qartë atij përsëri në emër të Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve tanë të NATO-s se ai duhet të respektojë zotimeve tij, të shkrodnitit të cunave ose të përballet me veprim ushtarak. Përsëri ai refuzoi. Tani dua të jemi qartë me ju, ka rreziqe në këtë aksion militar, rreziku për pilotët tanë dhe njerëzit në tokë. Mbrojtja ajrore e Serbisë është e fortë. Ajo mund të vendosë të intensifikojë sulmin e saj në Kosovë ose të kërkojë të na dëmtojë ne ose aleatët tanë kudo tjetër. Nëse bën kështu, ne do të jepim një përgjigje të fortë. Shpresojmë se Zoti Milošević do të kuptojë se kursi i tij pretend është vetë shkatërrues dhe i pamposhtur. Nëse vendos të pranojë marrëveshjen e paqes dhe të çmilitarizojë Kosovën, NATO ka ranguar dakord për ta zbatuar atë me një forcë paqëruese. Nëse NATO është ftuar të bëjë këtë, trupat tanë duhet të marrin pjesë në atë mision për të mbajtur paqen, por unë nuk kam në ndihmë t'i fus trupat tanë në Kosovë për të luftuar një luftë. A justifikojnë interesat tona në Kosovë rreziqet për forcat tana të armatosura? Mendova shumë dhe shumë për këtë pyetje. Unë jam i kombinuar se rreziqet e veprimit janë shumë më të mëdha se rreziqet e mosveprimit, të rrezikshme për njerëzit e pafajshëm dhe për interesat tana nacional. Nëse ne dhe aleatët tanë do të lejonim se kjo luftë të vazhdonte pa përgjigje, presidenti Milošević do ta lexonte hezitimin ton si një licencë për të vrarë. Do të ketë shumë masakra, vjetra mijëra refugjat, viktima që qajnë për hakmarrje. Tani ka një koshje, qëndrismëria jon është vetëm një shpresë që populli i Kosovës do të ketë për të jetuar në vendin e tij pa patur frikë për jetën e tij. Mos harroni se ne i kërkuam atë që të pranonin paqen dhe ata pranuan. Ne i kërkuam se ata të premtonin që të ulnin krahët e tyre dhe ata pranuan. Ne u zotëruam se ne dhe Shtetet e Bashkuara dhe 18 vendet e tjera të NATO-s do të qëndrojnë pranë tyre nëse ata do të bënin gjën e duhur. Nuk mund t'i lim ata tani. Imagjinoni se çfarë do të ndodhte nëse ne dhe aleatët tanë do të vendosnin të shikonin mënyrën tjetër, pasi këta njerëz u masakruan në pragun e NATO-s. Kjo do të diskreditonte NATO-n, gurë themelor në të cilën siguria jonë është mbështetur për 50 vjet. Ne gjithashtu duhet të kujtojmë se ky është një konflikt pa kufi nacional. Le të kërkoj nga ju të shikoni përsëri në një hartë. Pikat e kuqe janë qytetet që serbët kanë sulmuar. Shigjetat tregojnë lëvizjen e refugjatëve në veri, lindje dhe në jug. Tani ka një koshje, qëndrueshmëria jon është vetmja shpresë që populli i Kosovës do të ketë për të jetuar në vendin e tij pa patur frikë për jetën e tij. Nëse nuk do të bëhej asgjë, atëherë interesi kryesor i SBA-s do të thirrej në një konflikt më të gjerë, një luftë që ne do të detyrohemi të përballemi më vonë vetëm me rrezigun shumë më të madh. Më gajkoshton, kam një përgjegjësi si president për të merrur me probleme si këto, përpara se të bëjnë dëm e përhershëm për interesat tana nacional. Amerika ka një përgjegjësi të qëndrojë pranë aleatëve të saj, kur ata përpiqen të shpëtojnë jetët e njerëzve të pafajshëm dhe të ruajnë paqen, lirinë dhe stabilitetin në Evropë. Kjo është ajo që po bëjmë në Kosovë. Nëse kemi mësuar diçka nga shekulli që po përfundon, është se nëse Amerika do të jetë prospere dhe e sigurt, ne na duhet një Evropë që është prospere, e sigurt, e pandarë dhe e lirë, një Evropë që ndan vlerat tone dhe ndan barrën e leadershipit. Kjo është themeli në të cilën varet siguria e fëmijëve tanë. Ngandaj unë kam mbështetur bashkimin politik dhe ekonomik të Evropës. Kjo është arsyeja pse ne i sjullëm Polonin, Hungarinë dhe Republikën Çeke në NATO dhe i ripërcaktuam misionin e saj, dhe arritëm në Rusi dhe Ukrainë për partneritete të reja.
Tani cilat janë sfidat për atë vizion të një Evrope të qetë, të sigurt, të bashkuar dhe të lirë? Sfida e forcimit të një partneriteti me Rusinë demokratike, që mbavarësisht mosmarrveshjeve tona, është një partner konstruktiv në punën e ndërtimit të paqes. Sfida e zgjidhjes së tensioneve midis Greqisë dhe Turqisë dhe ndërtimit të urve me botën islame. Dhe në fund, sfida e ndërprerjes së paqëndrueshmërisë në Ballkan, që brezaret e ardhshëm të amerikanëve nuk do të duhet të kalojnë Atlantikun për të luftuar një luftë të tjetër të tmerrshme. Kjo është sfida që ne dhe aleatët tanë po përballem në Kosovë. Kjo është arsyeja pse ne vepruam tani, për shkak se ne kujdesemi për shpëtimin e jetëve të pafajshme, për shkak se kemi një interes për të shmangur një luftë edhe më të ashpër dhe më të kushtueshme, dhe për shkak se fëmijët tanë kanë nevojë dhe meritojnë një Evropë të qetë, të sigurt dhe të lirë. Mendimet dhe lutjet tona sonte duhet të jenë me burrat dhe ngrat e forcave tana të armatosura, që ndërtojnë këtë mision për hir të vlerësave